Të gjithë prisnim një lajm të mirë në mes të marsit për Sali Berishën nga SBA. U bën disa paralajmërime. Kolliçi tha se në mes të marsit do të ikin në SBA. Të tjerë thanë që nuk do të iki, por vetëm do t'i heqin non gratan. Sot erdhi vërtet një lajm i rëndësishëm. Nuk na zhgënjyen. Qeveria e SBA-s ka publikuar sot raportin mbi pastrimin e parave në botë dhe ka lavdëruar organet e drejtësisë në Shqipëri, posaçërisht SPAK-un, mbi fillimin e procesit penal ndaj Sali Berishës dhe dhëndrit të tij për pastrim parash, duke theksuar se zoti Berisha është i sanksionuar nga SBA për korrupsion madhor dhe përfitim nga pushteti i familjarëve të tij. Në raport thuhet, në shtator 2024, SPAK akuzoi ish-kryeministrin dhe personin e shpallur të papërshtatshëm sipas nenit 7031 të aktit të aprovimeve të operacioneve të jashtme të Departamentit të Shtetit për vitin 2021, Sali Berisha, për korrupsion për veprime zyrtare që përfitonin interesat e familjes së tij. SPAK akuzoi gjithashtu dhëndrin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK sekuestroi pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe pjesën e dhëndrit në kompani të lidhura me korrupsionin. Raporti pasqyron punën e të gjithë qeverive në botë në luftën me pastrimin e parave dhe luftën kundër drogës dhe krimit të organizuar, dhe është një praktikë gjatë pune e Departamentit të Shtetit. Natyrisht ky nuk është ndonjë zhvillim i jashtëzakonshëm, por ama tregon se Sali Berisha nuk e ka aq të lehtë të zhbojë dosjen e tij të zezë në Washington. Lajmi i vetëm që erdhi në mes të marsit për të është pikërisht konfirmimi që ai është një person non grata dhe përgëzimi për drejtësinë që ka nisur proces penal ndaj tij. Nuk di nëse La Civita mund t'i bëjë ndonjë magji sekretarit Rubio dhe ta fshijë këtë paragraf deri më 11 maj, por tani është bërë dëmi, sepse është publikuar. Duket që La Civita nuk është aq vigjilent sa duhet, përveç vizitës së tij në Shqipëri dhe rekomandimit që ka pas dhënë për të bërë koalicion me Gjuzin, deri tani nuk ka ndonjë arritje tjetër të spikatur. Dhe problemi është se Berisha e ka zakon që i paguan këshilltarët, jo që ta këshillojnë, por që t'i këshillojë. Kjo u duk në udhëtimin e La Civitës në Shqipëri, kur ai lexoi deklaratën që i dha Berisha dhe nuk i rekomandoi Berishës ndonjë deklaratë të tij. Tani ky konfirmim nga Departamenti i Shtetit që Berisha është non grata dhe lavdërimi për drejtësinë që ka nisur proces penal ndaj tij nuk është ndonjë gjë e re për shqiptarët, por është një tallje e madhe me demokratët nga Berisha, që u paraqiti magjistarin e tij si çuditbërës, që do ta rehabilitonte atë në SBA përpara se të humbiste zgjedhjet në maj. Tani ose i kanë bërë magji La Civitës dhe nuk e ka pasur mendje në punë, ose ai nuk e di fare që është magjistari Berishës në Washington.